Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam sjell një mënyrë të veçantë të përgatitjes së petulla me raki. Nuk e di a e keni provuar apo jo, por qëndroni deri në fund të videos pasi do mësoni edhe arsyen se përse dhe çfarë roli luan rakia. Do shtojmë 400 gram miell, një majlugë e plur fryrës, një lugë çaj krip dhe masën do t'i përziejmë shumë mirë. Do shtojmë 2 lugë gjelle me raki dhe rreth 400 gram kos. Them rreth 400 gram kos, pasi do ta shtojmë pak e nga pak duke e përzier, kështu do shihni edhe masën me sy dhe se sa përthithës është mielli. Brumi duhet të jetë i qullët, do me thënë as i fort dhe as i qullët, pra rrihet me lugë. Do ta rrahim mirë, do ta përziejmë mirë pra derisa të bëhet elastik, pra kështu varg siç po shihni në video. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe pasi ka arritur këtë konsistencë të brumit, do ta lëm të pushoj për pak minuta. Unë e lash 10 deri në 20 minuta afërsisht dhe më pas do t'i skuqim në vaj të bollshëm. Brumi ka pushuar, e lyejm lugën me vaj dhe do t'i vendosim në tigan lug. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të jidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. I vendosim në tigan, kështu dhe do t'i skuqim në zjarr të ngadalt duke i kthyer her pas here. Çfarë roli luan rakia, do thoni ju? Kjo është një metodë e vjetër e gjysheve tona. Rakia bën që të mos përthithin pikë vaji dhe ju siguroj që nuk përthithin asnjë pikë vaji, pasi masën e vajit që vendosa në tigan në fillim të skuqjes, e njëjta masë më mbeti edhe në fund. Prandaj provojeni, sepse bëhen shumë të mira dhe jo vetëm kaq, rakia ndihmon edhe në fryrjen e brumit. Shikoni, ato nuk kanë as pak vezë dhe janë dyll të verdha. E kishit provuar apo dëgjuar më parë këtë mënyrë? Pres përshtypjen tuaj në koment dhe mos harroni të bëni like dhe të më shkruani se nga cili vend jeni duke ndjekur videon time. Faleminderit!